Një kamping rinor ka nisur të funksionoj prej një korrikut në Ullishte dhe agrumishtet e fshatit Jal në Himar. Pjesët janë bërë studentë ardhur nga Maqedonia, studentë shqiptar nga Universiteti Politeknik i Tiranës, si dhe të rinë në grupe më të vogla nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë apo edhe nga diaspora. Ideja e kampit është një grupim njerëzish të cilët përveç se rinë bashkë kanë në një mënyrë bashkëtese shumë veçantë, domethënë socializimi, darkë, momentin që shërbehet darka apo që ulen gjithë së bashku për të ngrënë, dikush që njihet, dikush që s'njihet, ulen gjithë bashkë dhe krijojnë këtë atmosferën e grupit, që këtu është shumë e rëndësishme. Ti mund të vish në kamp dhe vetëm dhe këtu të krijosh shoqërinë për të organizuar një pushim sa më të këndshëm edhe mos kalosh vetëm. Ka shpirtin e aventurës shumë teksuar, pasi këtu çdo gjë është me esencë praktik të veçantë. Duhet dish të manovrosh, duhet dish të përshtatesh me kushtet e kampit, duhet dish të integrohesh me njerëzit, pasi edhe nëse vjen vetëm, duhet patjetër që të integrohesh me pjesën tjetër të grupit. Bëhet fjalë për rreth 500 të rinj, të cilëve kampingu i ngritur nga i riu Tiranas e Ned Mato u ofron të veçanta dhe mundësira që nuk i gjejnë gjetkë.